Dhe fluturojmë virtualisht të drejtë e Gjirokastrës, na pret atje pedagogja Zhenisa Çuni, e cila është diplomuar në mjekësi, por ka përfunduar doktoraturën në La Sapienza të Romës. Mirëmëngjes Zhenisa, mirë se erdhe sot në programin Mirëmëngjes Shqipëri. Mirëmëngjes, faleminderit ju që e bët mundur këtë prezencë time. Është kënaqësi të diskutojmë gjithmonë për universitetit, aty ku është djepi i burimeve të ardhshme njerëzore të Shqipërisë. Në fakt, në Universitetin e Gjirokastrës është Fakulteti i Infermierisë, i cili përballet me sfidën dhe nevojën për t'i ofruar tregu të punës infermier të kualifikuar. Dhe ndonjëherë më shumë se sa mjeku, rolin më të madh të kujdesit ndaj pacientëve e ka profesioni sfidues i infermierit. Është shumë e vërtet kjo që thatë. Kjo është një tendencë në zhvillim në gjithë botën realisht, dhe sigurisht që Shqipëria është momenti i bashkangjitë këtyre zhvillimeve historike botërore. Është shumë e nevojshme për shërbimin shëndetësor të ketë infermier të kualifikuar, duke patur parasysh edhe ngjarjet që ndodhin në këtë fushë të shkencës, prezencën e pandemive, riskun e pandemive të ardhshme, punën më të gjerë në komunitet, qasjen e një kujdesi shëndetësor më të fokusuar ndaj pacientit. Pra ka shumë gjëra që kanë ndryshuar dhe është e domosdoshme të prodhojmë sa më shumë staf infermieror që të jenë kompetent, me aftësi bashkohore dhe të jenë gjendje të ofrojnë shërbim shëndetësor të një standardi të ri pacientëve shqiptar dhe jo vetëm. A e bën Universiteti i Gjirokastrës, Fakulteti i Infermierisë, a u jep mundësinë të përgatiten kështu infermierëve të ardhshëm? Po, është e vërtet dhe unë si pjesë e këtij departamenti jam shumë prenare që jemi në proces, pra mendojmë që vitin e ri akademik ne do ta hapim këtë program të dyfish studimi me Universitetin e Piemontes Orientale në Itali, i cili është një universitet me standarde europiane, duke punuar me ta në këtë program të përbashkët studimi për bachelor në infermieristik. Ne do të ofrojmë jo vetëm një kurrikul europiane, por sigurisht edhe metodologji të një standardi më të lartë. Në kuadër të këtyre zhvillimeve jemi duke përditësuar gradualisht laboratorët tanë, sidomos ato të infermierisë, që kemi mundësinë pra të bëjmë të mundur një kurrikul të re për ne e standardeve të reja. Dhe shumë mirë që shtohen në programet e dyfishta të studimit, mundësisht edhe diplomat të dyfishta apo të përbashkëta me universitete europiane, po ndërkohë besoj është një sfidë reale, cilën nuk mund të bëjmë sikur nuk ekziston dhe nuk mund të mos i mbajmë syt hapur kur vjen puna për emigrimin e infermierëve. Ky është një shqetësim jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për vende të tjera të Ballkanit Perëndimor, të cilët kërkojnë gjithmonë të shkojnë drejt tregjeve ku ka uri dhe nevojë për shërbime mjekësore, por me paga më të larta. E keni ju këtë shqetësim, këtë problem? Kjo qasje që ju parashtruat sigurisht që është reale dhe qëndron dhe ne si staf akademik nuk jemi shpërmbyllur ndaj kësaj. Mirë po të shikosh programet e dyfishta nuk janë diçka e shpikur nga ne, por historia ka treguar dhe eksperjenca e institucioneve akademike europiane ka treguar që kjo është mënyra më e mirë për të krijuar profesionistë, sidomos fushën e shëndetësisë të një standardi më të lartë. Të kemi parasysh diçka. Këto programe të dyfishta studimi sigurisht që janë të një niveli tjetër që ne nuk kemi patur deri më sot, pra do të gjenerojnë student të aftë për shërbim shëndetësor një standard të ri më të lartë, por keni parasysh që vërtet është një diplom, këtë diplom e dyfisht është një le të themi çelësi i artë që atij personi që do të shkojë të punojë jashtë vërtet ja hap dyert, sepse del me një diplomë europiane, por mos të harrojmë që jo 100% e studentave do të largohen nga Shqipëria. Pra ne do të kemi, le të themi, si funksion social, t'u lehtësojmë atyre studentave që kanë ëndër të tyre të largohen, por nga ana tjetër mundsojmë që pjesa tjetër e studentëve të marrin një diplomë të tillë të këtij niveli të lartë dhe të vazhdojnë shërbimin në Shqipëri. Sigurisht që ky program nuk është një program emigrimi, migracioni, pra që eksporton studentët tanë të gjithë jashtë. E kuptoj. Megjithatë nuk është në dorën tuaj gjithmonë zgjedhja që bëjnë të rinj dhe studentët. E rëndësishme është që ju i certifikoni dhe i nxirrni ata të përgatitur për tregun e punës, pavarësisht se do të qëndrojnë në Shqipëri apo jo. Por për një ish studente si ty, një doktorante e La Sapienzës së Romës që vjen në Shqipëri dhe në Universitetin e Gjirokastrës, si është sot mjekësia në raport me inteligjencën artificiale? Ku po shkon bota sot? Sigurisht që inteligjenca artificiale të sjellë jetësi në shërbimin shëndetësor, pa diskutim që ne le të themi këtë zhvillim historik të teknologjisë ne nuk mund ta ndalojmë, na mbetet vetëm ti qasemi, ti afrohemi. Aktualisht do doja ta theksoja që Universiteti i Gjirokastrës nuk ka, sepse do të ishte gënjeshtër të thoja që ne
le të themi, jemi avangard në përdorimin e inteligjencës artificiale, por unë dua ta theksoj që ne jemi shumë aktiv në projekte kërkimore shkencore, si ndërkombëtare, ashtu dhe kombëtare dhe rajonale, ku trajnohemi dhe marrim eksperiencë për implementimin e inteligjencës artificiale në të gjitha fushat e shkencës, se unë vërtet flas për departamentin e infermierisë, po kjo është e vërtet dhe për të treja fakultetet e universitetit dhe gjithë departamentet përkatëse të tyre. Pra, stafi akademik është duke u trajnuar për implementimin e inteligjencës artificiale në metodologjinë dhe në kurrikulat e programeve tona të studimit. Mendoj dhe jam shpresë plot që në një të ardhme të afërt do të jemi të aftë t'i përdorim ato në kurir të studentave dhe në dobi të diplomës që nxjerrin. E kuptoj. Dhe pyetjen e fundit e kam, pse duhet ju përzgjedhni ju, ata që duan të studiojnë infermieristikë, shkencat infermieristike në të ardhmen, nga qytetet ndryshme të Shqipërisë apo dhe në Gjirokastër të mos vinë në Tiranë, po të qëndrojnë tek ju, të studiojnë atje. Pse duhet? Çfarë kushtesh ofroni ju? Në fakt ka shumë arsye pse duhet të zgjedhë Universiteti i Gjirokastrës. Unë nëse më lejoni dua të theksoj si fillim një herë një aset që ne kemi që është eksperienca e gjatë si institucion arsimor, pra në mësimdhënie. Fillesat ku universiteti ka si institut i lartë pedagogjik në vitin 1971 dhe mëtej si universitet në vitin 1991, jemi nga më të vjetrit në Shqipëri, pra me eksperiencë më të gjatë. Kjo bën që ne të kemi një pjesë të stafit akademik me eksperiencë shumë gjatë dhe kjo është një pasuri e këtij institucioni. Nga ana tjetër dua të theksoj që për sa i përket pasurisë njerëzore, pra kapacitetit që ne kemi njerëzor, kemi dhe një pjesë të madhe të stafit që janë pedagogë të rinj, por të kualifikuar ashtu si unë, të cilët janë motivuar edhe shumë të dëshiruar të çojnë para misionin e këtij institucioni. Po përveç kësaj, sigurisht ne ofrojmë dhe kapacitete infrastrukturore, siç u thash edhe më herët, të paktën në departamenti i infermierisë, me që pyetja ishte specifike për të, është duke i pasuruar laboratorët me pajisje bashkëkohore dhe digjitale. Kjo fal përpjekjeve tona dhe angazhimit tonë në projekte ndërkombëtare Erasmus, dhe ne le të themi pajisje më të fundit i kemi marrë këtë vit dhe i kemi përdorur gjatë një shkolle dimrore që zhvilluam në institucion në muajin shkurt. Ky është një proces që nuk ka ndaluar, pra përmirësimi i pajisjeve laboratorike vazhdon dhe dua ta theksoj që në gjithë botën një pjesë e rëndësishme e kurrikulave infermierore është zhvillimi i internshipit në laboratore. Pra përpara se studentat të shkojnë drejt për drejt tek pacienti, dhe jemi duke rritur kapacitetet tona në këtë drejtim. Por nuk janë vetëm këto arsye, një arsye tjetër që unë e shoh me rëndësi për të rinjt, duke patur parasysh që ata duan të kenë një eksperiencë të jetës studentore edhe atraktive dhe argëtuese, është që Gjirokastra është një qytet, ju e dini, i listuar në Trashëgiminë UNESCO, është një qytet që ka turizëm pothuaj 7-8 muaj të vitit, këtu jeta është e gjallë, qyteti është i këndshëm, i bukur, këtu ke mundësi të socializosh në kultura të ndryshme, sigurisht që studentat kanë mundësinë të punësohen dhe realisht është luks që dhe të studiosh dhe të punosh në të njëjtin vend.